krizat e identitetit tek një pjesë e konsiderueshme e të rinjve sot, lëkundja e imazhit të shembullit pozitiv dhe hapi një klap, se këtu ka shumë rëndësi kthimi tek tema e shembullit pozitiv në Kur'anin familjar. Në sa vende Allahu Azza wa Jall i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasalam për të ndjek shembullin e ma të mirëve përpara tij dhe e bën atë shembullin ma të mirë për ata që e pasojnë. Shtimi për herë e ma shumë i elementeve provokativ përpara të rinjve sot, shoqëruar me hapjen e pakontrolluar të banalitetit, edhe si pasojë e rrjeteve sociale dhe ngurtësimit të marrëdhënies fëmijë-prind, mësues-nxënës, edukator kërkues i zvërtetave, ngre alarme për herë e ma të frikshme para të cilëve të gjithë duhet të jemi ma vigjilent e ma bashkëpunues në drejtim të përmirësimit. Tregohet se një person erdhi tek dietari i shuar algjerian Sheikh Atije Mesuudi, ka ndruar jetë në 1989, dhe e pyeti zotëria im. Dëgjojmë shpesh se njerëzit flasin për Gogolin, çfarë është Gogoli? Ai, që ishte një burr shumë i urtë dhe inteligjent, i tha: "A ke dëshirë ta shohësh dhe ta njohësh Gogolin prej afër?" I tha: "Po." I tha: "Hiqe frikën e Allahut nga zemra jote dhe turpin nga fytyra jote dhe do të bëhesh ti vetë Gogoli." Për ta përfunduar, në faqet e revistës Zani i Nalt, diku nga gushti i 1926-s, Lumo Skëndo, teksa i referohet degenerimit të fjalorit të rinisë në atë kohë, 1926, pra një shekull më përpara. Ndër të tjera thekson se të shartë dëfton 3 sende, 3 sëmundje, ose njeni që përdor fjalë të nyra dhe të liga, është një njeri i lik me zemër të keqe, pa dhimbshuri dhe nëltësi shpirti, ose ka një edukat harbute, i rritur me njerëz pa arsim dhe pa delikatesë, ose është indiferent dhe nuk vere që thotë, nuk shqyen të mirë nga e keqja, rron si një dëru, si një dhi e egër, vetëm me lumturinë e nevojës dhe dëfrimit ulët. Dhe teksa e sjell ndërmend Lumo Skëndon dhe jemi në periudhën e fushatave elektorale, mendoj se ma së miri shkrimi i tij me titullin Edebiahu i përket ma së miri atyre që nga foltoret e qyteteve të ndryshme e bombardojnë masën me lloj-lloj banalitetesh për të cilat ne nuk kemi nevojë dhe duhet distancohemi prej tyre.